Jo për procedurë, për raport. Jo procedurë. Për raport. Për procedurë, Jorida Tabaku, zonja Jorida Tabaku. Javën e shkuar në nisje të këtij sesioni dhe kësaj legislature ne të gjithë u betuam mbi këtë kushtetut. U betuam që do e zbatojmë këtë kushtetut dhe në seancën e parë të parlamentit ne e nisim me shkelje. Sesioni kaluar u mbyll përsëri në shkelje të kushtetutës. U mbyll me vendimet gjykatës kushtetuese të pazbatuara, u mbyll me hapësirën e opozitës të cënuar, u mbyll me një sjellje e cila e ngushtoi gjithmonë më shumë hapësirën e debatit parlamentar. Rregulloria e parlamentit kishte me të vërtetë nevojë të ndryshohet. Ka nevojë të ndryshohet me një debat të gjerë, se si mund t'i bëjmë deputetët më përgjegjës, se si mund të sjellim një ligj për konfliktin e interesit, se si mund t'i bëjmë deputetët më afër qytetarëve, si një paketë e plotë duke përfshirë njëkohësisht edhe deputetët e opozitës edhe grupet parlamentare. Ndërkohë që ju në aktin e parë, si kryetar kuvendi, nisni një procedurë e cila, sipas kushtetutës, duhet zgjas jo më pak se një javë. Kolegët këtu, zoti Bardhi, zoti Bylykbashi, ju cituan nenin 83.2 të kushtetutës. Ne sot duhet kishim pas nevojë për një debat parlamentar se si mund të rrisim hapësirën e opozitës. Në një moment ku të gjitha hapësirat janë zënë, janë uzurpuar nga majoranca, dhe jo të bëjmë hap pa pas. Struktura e re e komisioneve nuk reflekton as procesin e integrimit, nuk reflekton as përfaqësimin më të mirë dhe nuk reflekton njëkohësisht as prioritetet që ka sot Shqipëria. Është e panevojshme kjo që po bëni, po e nisni sesionin parlamentar, legjislaturën, detyrën tuaj, duke shkelur me dy këmbë rregullat e përbashkëta të lojës që duhet majoranca dhe opozita të bien dakord dhe nga ana tjetër mburreni për procesin e integrimit. Procesi i integrimit në radhë parë është gjithëpërfshirja. Procesi i integrimit është dakordsi. Procesi i integrimit është njëkohësisht dhe zbatimi i rregullave. Çfarë vlere ka sa kapitu i hapën e mbyllën kur ti shkel kushtetutën pa nis parlamentin? Çfarë vlere ka se sa ligje përafrohen kur procedura e përshpejtuar nga përjashtim nga rregulli është kthyer në një rregull për këtë parlament? Parlamenti sot fatkeqësisht nuk reflekton vullnetin e shqiptarëve, kjo është e qartë. Po të paktën ju takon si kryetar kuvendi që t'jeni simbol i unitetit edhe i debatit në këtë parlament. Shkelja e kushtetutës dhe e rregullores pa nisur sesioni parlamentar vendos një njoll akoma dhe më të zezë mbi këtë parlament. Faleminderit. Zonja Erisa Xhixho ka kërkuar fjalë në procedurë.